De facto të njeriu në dy frikat më të mëdha, nga vdekja dhe nga shpenduria, pra nga humbja e kontrollit mbi veten. Dhe ky është një fakt jashtëzakonisht i rëndësishëm i cili e ka preokupuar mendin e njeriu nëpër historinë e njerëzimit. Dhe kanë jap qëndrime të ndryshme për te filozofët më të njohur të botës, për figurat fetare, personalitete fetare, deri te shkencëtarët, të cilët e kanë shndruar atë një çështje materiale, si momenti ndërprerjes së punës së zemrës, ndërprerjes së punës së qelizave nervore dhe mbaroi me kaq. Do thotë, vdekja është një moment i rëndësishëm i jetës njeriu. Na Arben kur nuk duhet me harruar një send. Na jemi tu bë këtë emision dhe po na shiqojnë qytetarë të një shoqërie e cila vetëm vitin e kaluar, kur u bë regjistrimi i popullatës, dul 99% besimtarë. Pra që e besojnë Zotin, që e besojnë shpirtin i cili vjen prej Zotit trup njeriu, dhe cilët kanë bindje se vdekja është momenti kur shpirti del prej trupit të tyre. Pra, na jemi të folë për një fakt social i cili duhet merret parasysh kur interpretohen këto gjëra. Pra, besimi dhe fetë ndryshme, të gjitha fetë monoteiste, në veçantë fetë monoteiste, e shpjegojnë që vdekja është një moment në ekzistencën e qenjes njerëzore. Kur qenja materiale nuk ekziston, por vazhdon jetën qenja shpirtërore, e cila më pastaj e gëzon jetën e përtejme, botën tjetër. Dhe kjo i jep njeriu të ndjenjë të stabilitetit dhe e zvoglon frikën ekzistenciale. Nga vdekja. Nga vdekja, cilën e merr mandej si një moment të caktuar nga Zoti, të cilit nuk mund t'i ikim në asnjë mënyrë, por i cili nuk duhet më marrë në mënyrë tragjike, nëse deri në atë moment e ke bën një jetë dinjitoze, në pajtim me udhëzimet e Zotit, pajtim me vlerat etike dhe morale, të proklamuara nga ai, të zbatuara në familje, në shoqëri, nëse je brenda atij kodeksi, të cilin ke jetuar në përshekurin në familjen tua, atëherë nuk ke nevojë më frigu vdekjes, përkundazi me e pranuar si një moment të çlirimit të shpirtit nga trupi, i cili në këtë jetë ka vetëm sprova prej Zotit, që kanë për qëllim me e graduar atë sa më lart në botën tjetër.